Sa i përket rutinës të grimit, a grimor zakonisht në përditshmëri, a je person që preferon me qëndru pak ma natyral? Grimona çdo ditë, se më ndihmon edhe mu relaksu pak, qaj procesi i mëngjesit, po në të njëjtën kohë më shton mu një edhe ma mirë. Po. Besoj çdo femën e ka Unë njëjtën pajtona menim. plotësisht me këtë pjesë. Po krejt më varet tash prej ditës se çka kam me bo. Nëse kam angazhime për shembull me content, me xhirime, ose në ndonjë takim me ndonjë biznes, Po. normalisht që i kushtoj grimit kohë pak ma shumë, për mu dok ma pastërt, mu dok ma mirë, Po. edhe në kamerë, po edhe në prezentim që t'i e bën. Pa tjetër, më ndok pak ma profesionale, ndoshta, edhe pse, duna me thonë, nuk pas ke nevoj fare për asnjë produkt, se lëkurën e pas ke fenomenal. Faleminderit. Do me thonë, po të shkëlqen edhe shumë e pastërt, a e ke kështu ndonjë rutinë strikte sa i përket kujdesit ndaj lëkurës, a thjesht je bekuar në këtë aspekt? Normalisht që edhe gjenetika gjithmonë është pjesë që lumë rol, po për pjesën e rutinës, kohëve të fundit menoj që jam adaptu mirë edhe kam kuptu që lëkura jam nuk ka nevojë për shumë produkte. Po, e kam një rutinë që e bëj çdo ditë, po nuk është shumë e komplikume ose me shumë produkte. Po. Se lëkura jam shumë thjesht nuk don Me produkte ngarku shumë ndoshta, me ngarku me të lëkurës, se sa herë që e kam provu që ato ka rezultu në mënyrë negative, me thonë. Po. A Edhe- ke ndonjë produkt preferuar për momentet? sa i Për përket? momentin po, bile edhe kam marrë me veti me ta tregu, është kë larsi korean, që Po. përdori për me largu grimin, edhe menoj që hapi ma i rëndësishëm Që ka me vaj. po. Hapi ma i rëndësishëm i kujdesit ndaj lëkurës është gjithmonë me pastru mirë, sidomos për neve që vendosëm grim çdo ditë. Definitivisht e është vërtet. mirë me pastru shumë thellë. Po të njëjtën kohë ky lars edhe është shumë hidratus, që më ka pëlqyer shumë, edhe në rutinën e mbrëmjes nuk kam nevojë ashtu me vendos krem hidratuse, shkaku që Është me... e thith thellë lëkura vajin edhe është ma i pasur, ndoshta Po. si produkte, dhe më përgjithësi këto produktet koreane e kanë vëshu tregun, mu ka befasu shumë fakti që janë mirëprit aq shpejt edhe në Kosovë, për një kohë shumë të shkurt, kanë fillu një pjesë e madhe e njerëzve sa ku mujt me pa, me i fut në rutinat e tyre këto produkte, edhe pse dihet që produktet koreane janë numër një sa i përket kujdesit ndaj Po, po vjen mirë lëkurës. kështu që edhe na si popull e kena kuptu qatë pjesë. Vetë Po. normal u dasht pak kohë derisa ka ardhur në Kosovë. Shumë e Po, vërtet. Kur ka ardhur e kanë E kanë mirë prit. Tregom çka është kjo fondatin, se po më duket shumë interesante, nuk e pas na pa ma herët. Është Ariana Grande, R.E.M. Beauty, do me thonë linja e saj. Edhe mu ka përshtat shumë si fondatin, po gjithë kam qef me përzime një produkt tjetër që mos me konë shumë e trash edhe mu një Jep ma maron shumë lëkur, po kam qef me një shkëlqim. ma let edhe me shkëlqim. Nuk e pas kam par, realisht fondatina e pas ka shumë të bukur paketimin. Po, paketimin e ka interesant. Po duket edhe në lëkur shumë bukur.